Përshëndetje të nderuar miqtë e mi, përshëndetje të dashur ndjekës. Ja ku po vazhdojmë të takohemi sërish së bashku në kanalin Monitor TV me pikpyetjet më të mëdha dhe pyetjet në fakt që ju po mi bëni. Pyetja më e madhe nga mbrëm që u publikua kënga e Eglit deri më sot është pse Egli nuk është shpërndar në Instagram nga Gjesti. Unë e pata thënë edhe dje, a do të del kënga, nuk do del. Tani, mua më pëlqen forma se si Gjesti dhe Egli, së bashku me menaxherët e tyre, përgëzoj për zgjuarsinë që kanë, din të mbajnë publikun aktiv. Një artist për të mbajtur publikun aktiv është shumë e vështirë. Domethënë nuk janë vetëm këngët që ai duhet të bën për të mbajtur publikun aktiv, por duhet të merren dhe me jetën e tij private, sepse kjo është një moment që Gjestin dhe Eglin e mban super aktiv në skenë. Unë e thash edhe dje që Gjesti nuk do t'ja poston këngën. Jo që Gjesti nuk e don, jo që Gjesti nuk ka marrëdhënie me të, jo që Gjesti nuk ka komunikim me Eglin, në asnjë mënyrë. Dhe në gjithçka në rregull. Çifti është ndarë në dy produksione. Egli është me SBS Studio dhe me Fifin, ndërsa Gjesti vazhdon me 316 Music dhe me Top Channel. Tani kemi dy rrugtime. Dhe me patjetër kemi menaxher. Tani cili ishte sekreti ku Gjesti dhe Egli filluan të komentojnë shumë. Unë kam thënë gjithmonë këtë pjesën dhe vazhdoj ta them. Gjesti në Zvicër mori një dhuratë. Edhe e merr dhuratën në dorë dhe thot me kënaqësi do t'ja çoj Eglit në shtëpi. Në anën tjetër nuk e publikon këngën e Eglit. Pse ndodh ky fenomeni? Ky fenomeni ndodh sepse Gjesti dhe Egli, por edhe menaxherët e tyre, e kanë kuptuar që ky është sekreti që ato të jenë më në qendër të vëmendjes. Tani do ndodhë e njëjta gjë. Dhe Egli nuk do ja poston në Instagram Gjestit këngën. Por veprimet i kanë, lëvizjet i kanë të njëjta, nxjerr video Gjesti, nxjerr Egli, në një fotografi lulet janë të njëjta, mbajnë dhuratat të njëri tjetrit, mbajnë vathin, mbajnë byllizikun, mbajnë gjëra të këtilla të njëri tjetrit. Kjo nuk kupton që ato kanë komunikim, se po të mos kenë komunikim, nuk i bëjnë dot lëvizjet e njëjta, nuk i bëjnë dot gjërat e njëjta, kanë komunikim, por thjesht e kanë përzgjedhur këtë metodën për të qëndruar aktiv te publiku shqiptar. Tani, sa do të zgjatën kjo gjëja? Me patjetër që ato një ditë do dalin dhe do flasin, sepse televizioni Top Channel është fabrika që e krijoi këtë fenomenin Gjesti. Është fabrika që e krijoi këtë dashurinë mes Gjestit dhe Eglin. Është fabrika që i mban aktiv. Tani në momentin që Gjesti do e poston këngën, pastaj do postohet kënga e Fifit dhe Eglit, që pritet jetë një bashkëpunim superior. Më pas do të kemi një këngë nga Gjesti dhe nga Egli, se nuk e bëri kot Top Channel-i kanalin e Luizit Top Media Music, nuk është kot ajo. U kthye në Top Media Music për të postuar këngët, për të postuar klipet e këtyre, për të postuar projektet e këtyre, dhe normalisht Top Channel patjetër që ka leverdi nga kjo gjë. Dhe në momentin që do dalin të gjitha, atëherë Egli dhe Gjesti do të ngjiten përsëri në skenë dhe do thonë që ne e kemi me patjetër të veprojmë kështu, sepse ne profilet tona i përdorim për punët tona. Dhe jetën private, ne kemi jetën private. Nuk duam ne ta bëjmë publike. Domethënë, kjo është një mekanizëm marketingu që po ndodhen. Ledioni e hoqi Gjesti nga Instagrami, e ndoqi prapë në Instagram, domethënë është forma e marketingut. Unë jam shumë i bindur që Gjesti dhe Egli kanë komunikim. Domethënë, kanë komunikim. Jam shumë i bindur për këtë gjë. E di shumë mirë këtë pjesën sepse lëvizja tregon gjithçka. E kam thënë dhe nuk dua të ripërsëritem përsëri. Se si duket njerëzit kur jam edhe në live do TikTok më pyesin a e mbashk, a e mbashk. Ndiqni videon në YouTube o vëlla dhe e kuptoni, unë e shpjegoj në detaje. Ato janë bashk, kanë komunikim, veprojnë, por thjesht kanë gjetur formën e tyre të marketingut për të qëndruar në skenë. Tani sa do të zgjatën kjo
Ajo mbetet një pikpyetje shumë e madhe. A do të ketë gjesti koncerte me Eglin? Me patjetër që do të ketë, sepse në momentin unë jam shumë i bindur që edhe tani organizatorët e kanë thirrë edhe Eglin edhe gjestin nëpër koncerte, sepse kanë interes kanë të jenë ato të dy, sepse mbushet edhe 5 herë më shumë vendi për ta shikuar këtë çift të ngjitur në skenë. Do të thënë, ato nuk janë të humbur nëse ftohet Egli dhe gjesti. Ato përkundrazi janë shumë të fituar. Dhe ato luftojnë, por Egli nuk pranonte deri më tani të shkon nëpër koncerte, sepse Egli dëshiron të mbushën bagazh, me patjetër që Egli ka bërë gati edhe këngë të tjera që do t'i përdorëm vetëm për koncerte MP3-she nga 10-15 këngë, se Egli duhet të mbushën programin, duhet ketë repertor për të ngjitur në skenë. Dhe ajo tashmë është përgatitur krejtësisht, dhe më kot fifje tha që unë do ta sjell në mënyrë artistike, jo si influencere, se dallon të bësh një këngë dhe ta nxjerrësh TikTok ai mbarojti, dhe kjo është fenomeni që po ndodh mes të dyve. Unë e di shumë bukur që Gjesti dhe Egli kanë komunikim, janë bashkë, do të thënë vijnë informacione të ndryshme, por nuk dua t'i jap akoma pa i verifikuar të gjitha, dua të jem i saktë në atë që them. Është më mirë të jemi të avashtë edhe të verifikojmë çdo gjë, se sa të nxitohemi. Kam informacione që nuk mundem t'i bëj publike, por thjesht faktit, do të thënë Egli dhe Gjesti vazhdojnë të jenë në komunikim të përbashkët. Dhe ky fenomeni që nuk postojnë këngë, nuk kapin lajka, është ky fenomeni që janë shumë aktiv tek shqiptarët, edhe këto me qëllime bëjnë këtë gjë sepse vazhdon akoma. Domethënë akoma merrem se sot lajku është bërë një dëshmi me vul, po i vure lajke ke vulos. Dhe kjo është e gjitha. Edhe sikur Gjesti ti shkoj gishti gabim mbaroi puna. Domethënë është thjesht ky fakti që Egli dhe Gjesti mundohen të jenë profesionistë në skenë, pa të reguar fare jetën e tyre private, por unë e di që do të vi momenti ashtu siç erdhi që Gjesti reagoi me videon, me këngën, sepse publiku filloi të ketë agresion të madh, pse nuk reagon, ashtu do të reagojnë edhe për këtë pjesën tjetër dhe do të ngjiten në skenë të dy së bashku. Për këtë jam shumë i sigurt. Ndërsa forma që nuk postojnë këngë gjëra të njëri tjetrit, më besoni, është mënyrë dhe formë e marketingut, gjë që ato e kanë gjetë dhe e bëjnë më së miri.